Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur, në këtë moment ti ta personalizoj, ndodhesh përpara një qelësi të rëndësishëm. Një mundësi për të zhbllokuar veten nga diçka që të ka mbajtur peng emocionalisht ose mendërisht. Ky qelës në fakt nuk është fizik, është një vendim, një kuptim, një akt i ndërgjegjshëm për të thënë mjaft. Bufat tregojnë se intuita jote është kogja e zgjuar, të dashur akrepër. Por në vend që të ndihesh e çliruar nga ky vendim apo ka shumë dyshime tek ju, jeni duke dyshuar shumë. Të dashur akrepër, fjalë të tepërta, mendime të shumta që të ngatrojnë dhe të lodhin. Ke përpara një rrugë për të lëvizur. Ania një ndryshim që kërkon guxim, por që mund të të çojë larg nga kjo gjendje. Por nga kjo këtu hyn labirinti. Labirinti, të dashur, një situatë që është përpjekur të të mbajë të humbur, që shpesh të bën të ndihesh sikur po përpiqesh të gjesh rrugën, por përfundon gjithmonë në të njëjtin vend. Ke qelësin në dorë, të dashur, se i kam i pasqyruar me të mbledhrat, ti ke qelësin në dorë, por je ende brenda labirintit. Zëri brendshëm të ka thënë tashmë se çfarë duhet të bësh, por mendja jote për të shtyrë në për rrugë të tjera, të kota që të lodhin dhe të largojnë nga vendimi i vërtet. Zgjidh të përdorësh qelësin, të lëvizësh, largoje veten nga ajo që të sjell konfuzion. Ti nuk je e humbur apo i humbur, thjesht ke ecur shumë gjatë rreth vetes, apo si tregon dhe ky labirint. Do thot largim nga një ngërç mendor. Intuitën ta përdorësh nga që do të sjellë të vërtetën dhe do të çliroheni nga një rrugë që deri tani ka qenë padalje, të ngulfatur diku që nuk po ecni para, por që po silleni, e pështilleni dhe prap po ktheheni aty ku keni qenë, të dashur akrepër. Pra, është në dorën e juaj të zgjedhësh ta përdorësh këtë qelës, që të lëvizësh që aty.